Për sot do përgatisim ëmbëlsirë shandatli. Përbërësit janë miell, një pustin vanilje, kos, vezë, gjalp, sot buke, sheqer, mjalt edhe ara. Fillojmë të thërmojmë arat në fillim, shkrim gjalpin në tigan dhe fillojmë përpunimin një nga një. Kemi vënë të shkrim gjalpin në tigan. Filloj përgatitit. Në njën bëjmë masën e brumit të shëndetlijes. E veza, na doli me 2 verdha. Thyem 2 kokra vezë. E raj 2 vezët. Edhim dhe një gotë sheqer. Edhim edhe gjalpin që kemi tretër më përpara. Edhim edhe 2 lugë mjaltë. Edhim edhe arat që i kemi gri më përpara dhe i përzim dhe bëjmë një masë të njëjtë. Tani përzim mielin me një lugë të vogël kafeje sot buke. Edhim edhe 2 filxhan të vegjëm në kos, mund t'i edhësh edhe ujë, mund t'i shtosh vezë, si pas dëshirës. Dhe fillojmë edhim mielin ngadal, duke e përzirë vazhdimisht. Tani e kemi përfunduar së përziri dhe të shtrojmë në tavë. Nuk do të përzihet shumë që mos bëhet elastik. E kemi lyer tavën me pak gjalp të shkrirë. Edhim masën atë. Me mendimin e lugës e sheshojmë për ta bërë të një faqme. Fillojmë e shpërndajmë masën e shëndetlijes në tavë. Në mënyrë të njëjtë. Kemi rau një kokër vezë. Jo një kokër, po të verdhën e një veze. Dhe fillojmë e lyejmë shëndetlijen. Si e kemi lyer me të verdhë veze, marrim i bëjmë format të dëmëzuara me pirua.
Tani e futim në furrë. Shëndetlia është gati. E pjekim në temperaturë 325 gradë për rreth 45 minuta. Që shëndetlia piqet, fillojmë bëjmë gati shërbetin. Për shërbetin na duan 3 gota ujë sheqer, 3 gotat e sheqerit. Tani edhim 2 gota e gjysmë ujë. Edhim dhe ujë, 1 gotë, 2 gota e gjysmë ujë. Tani i vëmë në zjarr të ziejnë pak sa të marrin një val. Edhim një pustin me vanilje, shtrydhim dhe një çik limon dhe edhim ja 2 theta limoni. Përsipër, shurupi është gati. Shërbeti ka përfunduar. E fikim sodën. Shëndetlia është pjekur. E kemi lënë të ftohet pak dhe tani fillojmë e presim në pjesë. Se mbaron së preri në pjesë dhe në forma. I edhim shërbetin. Tani i edhim dhe shërbetin. Shërbeti duhet i ftohtë, shëndetlia është e ngrohtë. Fillojmë e edhim sipër, me ndihmën e një garushe. Tani e lëm shëndetlin që ta thithit të gjithë shërbetin, e lëm të ftohtë dhe servirim në pjatë. Ju bëft mirë. E kemi serviru një pjatancë të gjithë shëndetin, ju bëft mirë. E ndajmë në përpjata.